Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga diabeti dhe konsumoni vezë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Vezët janë një nga ushqimet me nivele të ulta të karbohidrateve me indeks të ulët glicemie. Kjo i bën ato një burim shumë të mirë të proteinës për diabetikët. Por çfarë është niveli glicemisë? Ka disa ushqime që arrin të rrisin nivelin e sheqerit në gjak shumë më shpejt. Kjo ndodh sepse karbohidratet arrin të kthehen më shpejt në sheqer, të cilin trupi e përdor për energji. Karbohidratet në fjalë gjenden më shumë të sheqerit dhe të buka. Indeksi glicemisë përbën një mënyrë të dallueshme të karbohidrateve të mira që reagojnë dhe ngadalë ndaj atyre të këqija. Niveli glicemisë matet nga 0 në 100. Për shembull, nëse një ushqim ka nivele glicemie më të ulët se 55, atëherë ai është shumë i mirë për ju. Nivelet nga 56 në 69 konsiderohen mesatar, ndërsa mbi 70 konsiderohen i lartë ose i keq. Ushqimet me indeks të ulët glicemik që arrin deri në 0 janë: djathi, vezët, mishi, peshku, vajrat dhe arrorët. Frutat dhe bishtajat kanë indekse glicemike më të ulta se 55, ndërsa sheqeri, akulloret, ushqimet e përpunuara kanë një indeks glicemik më të lartë se 70. Gjithashtu, diabeti dhe vezët. Diabeti është një sëmundje që ndikon në ekuilibrat e kolesterolit të keq dhe të mirë. Ka shpenzimet të larta edhe në mbrojtjen e imunitetit. Ekspertët shqetësojnë se vezët mund të rrisin nivelin e përgjithshëm të kolesterolit në gjak duke rritur edhe rrezikun e sëmundjeve në zemër, por sasia e rekomanduar e kolesterolit që lejohet është midis 300 mg. Sipas të dhënave, një vezë përmban rreth 200 mg kolesterol. Përveç kësaj, studimet konfirmojnë se diabetikët mund të përfitojnë nga veza sepse kjo e fundit përmirëson nivelet e sheqerit në gjak. Por më tepër, veza ka indekse shumë të ulta glicemike dhe nuk e dëmton shëndetin e një diabetiku. Vezët janë në prioritet i plot, që do të thotë se ato përmbajnë 9 aminoacide që trupi nuk i prodhon dot. Mënyra më e shëndetshme e përgatitjes së vezës për diabetikët është kjo. Mënyra e shëndetshme e gatimit është zierja e saj. Një tjetër mënyrë është skuqja e lehtë e vezës së rrahur dhe përzierje me qumësht me pak yndyrë. Ekspertët këshillojnë se vezët që konsumohen me perime janë produktet më të mira të mbrojtjes së imunitetit dhe mund të ndikojnë gjithashtu në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Në këtë video do ju njohim me përfitimet shëndetësore të vezës së zier dhe ndikimet e saj në organizëm sipas health.com. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol dhe zierja konsiderohet yndyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave të health.com, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Vezët përmbajnë yndyra të mira. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak e përrjedhoj edhe nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me proteina. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve mund të përfitojë nga veza. Nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Do të keni kocka më të forta. Vezët e ziera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm.
Veza futen në listën e 10 superushqimeve me vlera të larta ushqyese, thelbësore për organizmin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët ofrojnë 60 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet e bardha e vezës. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore, vitamina dhe minerale, përfshirë këtu seleniumin, fosforin, vitaminën B12, antioksidantë të cilat ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë të qelizave tuaja. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj të përgjithshme është një mundësi e shkëlqyer për të rritur vlerat e trupit dhe për të parandaluar komplikacionet e tij. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve në dietën tuaj. Konsumi 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë do t'i ofrojë trupit të gjitha elementet ushqyes mjaft të rëndësishëm që ai ka të nevojshëm. Kështu organizmi juaj do të marrë të gjitha mineralet që atij i duhen për një jetë sa më të gjatë dhe më të shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas Brightside, ngrënia e vezëve në ditë mund të ulë me 30% mundësinë e problemeve të ishemisë. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihet veza. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë vezë janë gjithashtu më pak problematik për sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e vezëve mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim i mirë falë lëndëve yndyrore që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe konsumin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë veçanërisht e rëndësishme për shëndetin e trurit. Për më tepër, vezët përmirësojnë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Nëse konsumoni 2 vezë në ditë, trupi do të marrë mjaftueshëm nga këtë lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës në trupin tuaj mund të çojë në humbje të kujtesës, andaj ekspertët këshillojnë që vezat të jetë pjesë e dietave tuaja të përgjithshme. Ato ndihmojnë në kolesterolin e mirë. Kolesteroli i mirë i quajtur HDL dihet se rrit edhe njerëzit që të përmirësojnë nivelet e shëndetshme të tyre. Kjo e bën më të vështirë që gjërat e këqija t'ju lëndojnë. Vezët ulin nivelin e triglicerideve. Mjeku juaj ju teston për këto së bashku me HDL-n dhe LDL-n. Trigliceridet e ulta janë më të mira për shëndetin. Ngrënia e vezëve, sidomos ato të pasuruar me acide yndyrore të caktuara omega 3, duket se ulin nivelin e problemeve tuaja. Gjithashtu ato ndihmojnë në kontrollin e sasisë. Rreth 70 kalori për vezë e dini saktësisht se çfarë po merrni. Shtoni një sallatë ose disa fete bukë dhe kështu do të merrni një vak të ngopshëm, duke ofruar trupit më shumë vlera për organizmin dhe duke evituar kështu konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e rëndësishme për të marrë gjatë dimrit. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndikuar në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ajo gjithashtu zvogëlon rrezikun e disa sëmundjeve kronike, të tilla si ato të radikaleve të lira dhe diabetin e tipi 2. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm kur merret vetëm nga veza e zjerë për shkak të pranisë së saj, që ndihmon të thithni më mirë dhe elementët ushqyes të tyre. Vezët janë të pasura me proteina shumë të rëndësishme për mbrojtjen e trupit dhe i ofrojnë organizmit një cilësi më të mirë ushqyese. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë